Do të mësojmë në këto momente për parashikimin e motit në vendin tonë, do të shkojmë njërë në një komunikim të drejt për drejt, si çdo të hënë me Meteo Alb, sot do të jemi me sinoptikanin Akil Osmani. Akil, të përshëndes, mirëmëngjesi dhe javë të mbarë. Si pritet të jetë moti për gjatë ditëve në vijim? Sot edhe nesër territori shqiptar parashikohet të jetë kryesisht në dominim në intervaleve të gjata me diell, të paktën deri në orët e mesditës në pothuajse të gjithë territorin, ndërsa pasditet sjellin kalime të lehta të vranësirave në zonat malore dhe pjesërisht në qytetet e zonës së ulët. Dita e mërkurë do të ketë vranësira disi më të shpeshta të fokusuara kryesisht në zonat veriore dhe pjesërisht në shtrihjen idore, duke bërë që her pas here të krijojë dhe mundësira për momente të pakta me pika shiu. Pjesa tjetër e territorit do të vijojë të jetë në bizotërimin e motit të qëndrueshëm. Po ashtu, edhe për gjatë ditës së enjte dhe ditës së premte, parashikohet që kryesisht vija bërtetare të mbetet në bizotërimin e motit të qëndrueshëm për gjatë gjithë 24 orësh, duke bërë që të ketë intervalet e gjata me kthjellime kalime të shpeshta të vranësirave, ndërsa në gjysmën lindore her pas here vranësirat do të jenë disi më të shpeshta, pritet që gjatë orëve të pasdites të kemi rritje të përkohshme të lagështirës në ajër, çka do të bëjë që të ketë vetëm momente të pakta me pika shiu. Për sa i përket temperaturave të ajrit, mëngjesin e sotëm vlerat minimale janë regjistruar deri në 5 gradë Celsius në qytetet e zonave malore, ndërsa në urtësinë perëndimore në orët e para të mëngjesit temperaturat e ajrit janë luhatur nga 8 dhe shumë pranë vlerave 14 gradë Celsius në vijën bregdetare. Për sa i përket orëve të mesditës, presim maksimumet të cilat regjistrohen në vlerë edhe 25 gradë Celsius. Duke filluar nga dita e martë edhe në vijim do të kemi rënje graduale të temperaturave të ajrit, duke bërë që minimumet të zbresin në 1 gradë Celsius në qytetet e zonave malore, ndërsa maksimumet do të jenë vlerës 20 apo 21 gradë Celsius. Duhet të që në orët e parë të mëngjesit temperaturat e ajrit do të jenë më të ulta sa vlerat minimale të vlerave mujore për sa i përket muajit prill, ndërsa për sa i përket maksimumeve do të afrohen shumë pranë vlerave normale. Parametri erës deri ditën e mërkurë nuk do të jetë shqetësues, pasi do të jetë me shpejtësi jo më shumë se 35 apo edhe 40 km/h në intervale të shkurtra kohore, ndërsa pjesa e dytë e javës do të sjellë kryesisht shpeshtim dhe fuqizim të parametrit të erës. Dita e enjte dhe kryesisht dita e premte është ajo e cila do të ketë një erë ku pritet të jetë më e fortë me një shpejtësi që shkon edhe në 65 km/h në intervale të shkurtra kohore, duke bërë që her pas here të jetë edhe problematik për sa i përket trafikut detar. Qartë, Akil, sa i përket Shqipërisë, si pritet të jetë moti në vendet e rajonit? Edhe vendet e rajonit sot edhe nesër mbetet kryesisht në dominimin e diellit, intervalet e gjata me kthjellime kryesisht në Kosovë dhe në Republikën e Maqedonisë së Veriut do të jenë në zonat perëndimore, ndërsa në pjesën tjetër të territorit si për Kosovë, po ashtu edhe për Republikën e Maqedonisë së Veriut her pas here do të ketë kalime të vranësirave, por jo rreshje. Është dita e mërkurë e cila do të sjellë ndryshim për sa i përket kushteve atmosferike për këto dy rajone, pasi aty vranësirat do të jenë më të dendura, duke bërë që edhe rreshjet të jenë më prezente. Si për Kosovën, por po ashtu edhe për Republikën e Maqedonisë së Veriut, rreshje do të jenë një pjesë të mirë të territorit, por nuk pritet të jenë rreshje me intensitete të larta. Kryesisht do të jenë rreshje me intensitete të ulta dhe lokalisht deri mesatare. Kryesisht më të dukshme rreshjet pritet të jenë në zonat perëndimore si për Kosovën, por po ashtu edhe për Republikën e Maqedonisë së Veriut. Jo vetëm dita e mërkurë, por po ashtu edhe dita e enjte, dita e premte mbeten her pas here në bizotërimin e motit të paqëndrueshëm, do të kemi zhvillime të përkohshme të vranësirave, të cilat do të krijojnë edhe mundësira për rreshje të izoluara. Temperaturat e ajrit do të kenë rënje të tyre graduale, pasi mes ditën e sotme do të kemi maksimume të cilat në Kosovë regjistrojnë shumë pranë vlerave 22 gradë Celsius dhe në 23 gradë Celsius maksimumet në Republikën e Maqedonisë së Veriut, duke filluar nga dita e martë edhe në vijim edhe për këto dy republika do të ketë rënje të ndjeshme të temperaturave të ajrit, duke bërë që maksimumet në për Republikën e Kosovës të zbresin edhe vlerës 17 apo 18 gradë Celsius dhe në 19 gradë Celsius do të jenë maksimumet në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Temperaturat e ajrit në orët e parë të mëngjesit për Kosovën do të zbresin edhe -1 gradë Celsius deri ditën e premte, ndërsa në Republikën e Maqedonisë së Veriut do ta regjistrojë shumë pranë vlerave 0 gradë Celsius. Qartë, Akil, falenderoj për gjitha informacionet që përsollen në studio. Të nderuar teleshikues, ky ishte parashikimi i motit nga Meteo Alb.